I përshëndesim miq. Është bërë thuajse traditë që çdo ditë në orën 3 të ketë stuhi. Mund të dëgjohen dhe bubullimet ndoshta dhe jo, sepse kam aktivizuar edhe bllokuesin e zhurmave, por që është bërë pothuajse e përditshme kjo gjë. Gjithsesi temperaturat janë sërish të larta, edhe pse është shi dhe stuhi, sërish nuk është ftohtë. Wow. Hape deri këtu brenda, shpejt. Dëgjojmë pak. Po e rris pak decibelet. Dhe stuhia po merr formë ashtu sikur se merr çdo ditë. Është e habitshme sepse çdo ditë në të njëjtën orë stuhia ka të njëjtën strukturë, pra vjen ky shiu daug, sikur se shihet. Edhe mbas një ore del sërish dielli, është sërish vap dhe është për t'u habitur, sepse duket sikur s'ka ndodhur asgjë. Pas pak duhet filloj dhe një breshër i lehtë, sepse kështu ndodh gjithmonë. Ky akoma nuk është kulmi i stuhisë. Pritet të jetë akoma me luhatje, ulje dhe zbritje, ulje dhe ngritje. Dhe pas pak tash duhet filloj dhe pak breshër. Po të shikoni në horizont atje pemët, e për të zmatojnë pak. Shiko si lëvizin pemët atje. Besoj që stuhia po kalon në kulmin e saj. Wow, na duhet të zhvendosemi brenda. Besoj jemi në kulmin e stuhisë tani. Presim edhe ato që përmendëm, presim edhe breshërin. Kam përshtypjen që po fillon dhe breshëri tani. Nuk është se bie shumë breshër, pak bie. Tani kam hyrë brenda sepse
U bë pak ujtë intensifikua. Pa u bë me I dëndur. Shiu. Gjithsesi, besoj që për pak minuta duhet të qetësohet. Po harruam të përmendim që ka edhe rufe. Wow. Nuk e di sa do duket nga kamera, por shiu vjen dall dhe në mënyrë të furishme. Wow. Kjo sot, sinqerisht, po bëm përjashtim sepse po bëhet disi e dhunshme. Po I kalon pak parashikimet. Lart në kodër pothuajse nuk duket asgjë. Është mbuluar I tërë vendi me rreshje të dëndura. Ta shohim pa nga brenda. Na I fikën të dritët, as organet nuk punojnë më, s'kemi energji. Sikur që ju thash që çdo ditë ka rënë dhe breshër, por sot deri tani nuk kemi shenjat breshërit. Wow! Lindall të fuqishme. Po e mbyllet derën për momentin. Do dalë në dritare. Sot do duk më tepër se normalisht, sinqerisht. Kam frikë nxjerr kamerën tani se më lag shiu lentën. Ja, filloi dhe breshi. Nuk e di sa do të duket, ta zmadhoj pak. Ja dhe breshëri. Pra nuk na zhgënjeu as sot. Pra, I gjithë qëllimi I kësaj videoje është që si është e mundur, wow, një breshër I frikshëm.
Sot po bëm përjashtim duket. Po e tepron. Breshëri sinqerisht që nga më i dhunshëm sot, më me kokra shumë të mëdha. Sot e teproj. Sot, sinqerisht, e teproj. Dalë dhe njëherë në krahun tjetër. Pra, kjo është një, po e themi, jashtë normales e përditshmërisë, sepse sikur e thash, çdo ditë ka patur stuhi të tilla prej pothuajse 2 javësh, edhe ajo që vlen përmendet është që pothuajse kanë qenë të njëjtat, ka qenë në njëjta rutinë, por sot është goxha më e dondur dhe shoh që breshëri është shumë më, si mund ta them, me kokra goxha të mëdha. Po e mbyll dhe dritaren sepse u bë e papërballueshme që të filmoj. Të paktën ka bërë një gjë të mirë kjo stuhi që nuk na ka lënë që të lajm makinën çdo ditë. E ka larë makinën. Ua, shumë. Ja dhe një kokër breshri sa po më erdhi nga hyrë brenda. Shikojeni. Sa është. Një tjetër hyrë brenda bluzës. Gjithsesi, besoj që do qetësohet. Tani është minuta e 13, do thuaj se po shkon minuta e 14. Normalisht zgjat deri 20 minuta, por sikur si ju thash, sot është pak më ndryshe. Është më e dëndur stuhia, edhe pse simptomat janë pa ato të përditshmet. Pra, çdo ditë ka patur të njëjtën strukturë. Tani dal nga dal duhet filloj t'i bjerë forca stuhis, sepse kështu ndodh. Jemi në minutën e 15 pothuajse. Pra në ditët e tjera zakonisht ka vazhduar deri nga minuta 16-17. Pra e tillë
e vrullshme dhe më pas është qetësuar edhe ka qenë shi jo i dëndur. Kështu që shpresojmë tani që të ullet forca e stuhisë. Por për kureshti më tepër, po e dokumentoj dhe ndërkohë thjesht për kureshtje, për ta filmuar po përdor telefonin Samsung 25 Ultra dhe për audion po përdor mikrofonin Rode VideoMic NTG sepse është goxha mikrofoni mirë. Sinqerisht sot nuk pas kam mend që ta ul ritmin stuhia. Jemi në minutën e 17 pothuajse. Vazhdon me ritëm. Dalim pak nga krau tjetër që të shohim si përplaset shiu ndritare. Pak një gjë të mirë e bën për tokën. E njomi të gjithën, e freskoj. Sepse tjetuarit në fshat bën që ta mirëpresim një stuhi të tillë. Do të thënë edhe pse është e dhunshme ose është stuhi goxha e konsiderueshme, por prap deri tani nuk ka bërë dëme që thyej pemë apo të shkatërrojë mbjellat. Ta është akoma brenda normave. Breshri vazhdon akoma më pak tani, por jemi në minutën e 18. Çuditërisht akoma se ka ulur ritmi. Presim që të qetësohet disi. Pra çdo ditë pothuajse ka zgjatur tek 30 minuta. Shohim sa do të zgjas sot, sepse sot pas ka ndryshime, që ka disi më ndryshe se herët e tjera. Besoj gjoni dhe bubullimat. Dhe qëra fjala sërish për kureshtje në fakt i kanë dhënë mikrofonit një dead cat. Kjo ndihmon që mos krijon probleme tek era, sepse kur era fryn mbi mikrofon, krijon një zhurmë pa dërueshme, por kjo veshje sipër mikrofonit e ndihmon që mikrofoni t'i marrë tingujt fiks ashtu si janë, pa u ndikuar fare nga era. Pra është diçka shumë e mirë, një shpikje e zgjuar.
nga inxhinierët e audios. Okej, minuta 20, tani jemi në fazën që është konstant shiu, por që zbehet dal nga dal. Tani besoj e kaloj atë furin stuhia, ndoshta brenda 10 minutave do të ndaloj dhe e presim sërish nesër.